po shqyrtojnë dokumentacionin që kanë ofruar firmat e interesuara dhe me shpalljen e tenderit pritet që të marrë zgjidhje situata e mbetjeve në territorin e njësisë Rrethina. Një gjë e tillë pohon administratori i kësaj njësie Vlash Pjetri, teksa thekson se për largimin e inerteve pranë urës së Bardhajve, Bashkia e Shkodrës nuk i ka kapacitetet për largimin e tyre. Sa i përket problemit mbetjeve inerte, nuk mund me dhënë asnjë shpjegimit për momentin sepse na nuk kena kapacitete si bashki. Kurse për mbetjet urbane është bërë tenderi në bashki, pritet më shqyrtu dokumentacioni që kanë ofruar firmat që kanë aplikuar, olla më na pak ditë është gjithçka e qartë, është e shënritur, domethënë firma fituese dhe vazhdon puna, ka me vazhdu punën ajo me kazana, me pasimin e komplet territorit. Kryesisht mbetjet hidhen në pjesën e natës. Edhe nëse administratë bashkie për momentin nuk jena të përqendruar komplet administrata që me pas inspektorat tonë që me ndërhyjnë të rënë qoftë natën qoftë ditën. Por shumë shpejt do të vënë pikat si thonë në gjuhën popullore, që do të ndërshkohen e do të ndërshkohen keqe. Gjoba më vogël fillon mund të variojë nga 5 milion lekë vjetra edhe manelt. Kështu që duhet matet mira që i hedh qoftë në thes plenash. Pjetri është treguar i prerë kur tha se çdo subjekt privat apo person i papërgjegjshëm që do të depozitojë qoftë një thes të vetëm mbetje në vende të palejuara në territorin e kësaj njësie, do të gjobitet me 500.000 lekë të reja, shumë të cilën e parashikon ligji. Me grafikun që kena bën si administratë e bashkisë, në bashkëpunim me drejtorinë e shërbimeve, janë përcaktuar me pikat, si kena quajtur pikat zeza, që do të ndërhyet edhe me mjetet e bashkisë, por edhe me firmën që ka për t'i dalë për zot. Për të pasimin e mbetjeve urbane gjithmonë flasim. Për mbetjet inerte, mbetet për të pasur sepse duhet investimi i fuqishëm, duhet i projekti i madh. Menaxhimi i mbetjeve në njësinë Rrethina është një sfidë disa mujore që me ndarjen e re administrative territoriale, deri në shpalljen e firmës fituese që ka aplikuar për tender. Situata ka gjasa të jetë e njëjtë.